LSDM mbetet në qëndrimin se qeveria teknike është e nevojshme si barriere fundit institucionale për zgjedhje demokratike dhe mbrojtje nga abuzimi i institucioneve shtetërore, sepse siç tha Filipçe, ai nuk është vetëm një trup teknik, por një veto institucionale kundër vendosjes së një regjimi autoritar. Sipas Filipçes, qeveria teknike mund të hiqet vetëm kur shoqëria jonë të jetë e pjekur, gjë që sipas tij në këtë moment nuk jemi. Нема средба за техничката влада и таа мора да остане. Затоа што таа е последната линија на одбрана од целосно зарабување и злоупотреба на најважното, а тоа е слободната волја на граѓаните за време на изборниот процес. Јасно е дека Мицкоски е во тесно, му се брза, се бара алиби за распишување избори, не му треба диалог, туку покритие. Nga partia në pushtet VMRO-DPMN reaguan me shkrim duke theksuar se Venko Filipçe nuk refuzon vetëm takim liderësh, por refuzon dialog dhe dorë të shtrirë për ndërtimin e konsensusit politik për interesat e shtetit. Edhe pse LSDM dhe Filipçe nuk e nxjerrin nga goja integrimin evropian të Maqedonisë, sot edhe një herë treguan se nuk I intereson, se është vetëm propagandë për politikë të pastër, sepse tema e takimit të liderëve, ku Filipçe refuzon të marrë pjesë, do të jetë diskutimi I ligjeve reformuese që janë pjesë agjendës reformuese për Bashkimin Evropian, e cila ka për qëllim përmirësimin e rritjes ekonomike dhe stabilitetin e shtetit. Kryeministri Kristian Mickoski dje deklaroi se ata mund ta miratojnë vetë në parlament heqjen e qeverisë teknike, por megjithatë duan që procesi të jetë gjithëpërfshirës, do me thënë të ketë dialog me të gjitha partitë parlamentare. Позицията тогаш нас и не е потребна лидерска средба. Ние со 61 глас во парламентот можеме да го смениме на законот за влада и да избришеме техничката влада. Не ни е потребно мислењето на опозицијата, но ние сакаме да процесот биде инклузивен и покрај тоа што имаме огромно мнозинство на градоначалници, повеќе од 90% од градоначалниците се градоначалници кои што доаѓаат од владината коалиција, речиси двотретинско мнозинство во парламентот, така што ако сакавме да се однесуваме незрело како што тие се однесуваат и неодговорно, тогаш можевме тоа да го направиме и без таа лидерска средба. Pasi kryeministri Mickoski njoftoi se do të dërgojë ftesë për takimin liderësh, u prononcua koalicioni Vlen, I cili potencoi se mbështet idenë. Nga BDI për televizionin 21 deklaruan shkurt se ende nuk kanë marrë ftesë, por vetëm kanë dëgjuar nga mediat për një iniciativë të tillë, duke shtuar se kur ta marrin ftesën, do ta shprehin qëndrimin e tyre. Plani I Mickoskit është që takimi eventual I liderëve të mbahet javën e ardhshme, para udhëtimit të tij në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.